Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat. Ushtria ukrainase goditi të martën disa objekte të industrisë së naftës në Rusi dhe në Krimin e pushtuar si pjesë e strategjisë së Kievit për të shkaktuar Moskës kosto ekonomike për vazhdimin e luftës. Autoritetet ukrainase dhe ruse konfirmuan sulmet të cilat shkaktuan zjarre në infrastrukturën energjetike. Ministria ruse e mbrojtjes njoftoi se gjatë natës rrëzoi 310 dron ukrainas mbi rajone të ndryshme të Rusisë, përfshirë zonën e Moskës, jugperëndimin e vendit, Krimin e pushtuar dhe hapësirat mbi detin e Zi dhe detin Azov. Nga ana tjetër, Ukraina raportoi se Rusia lëshoi 155 dron, prej të cilave 124 u neutralizuan nga mbrojtja ajrore ukrainase. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se ka zhvilluar një bisedë me të dërguarin amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner për ringjallërimin e përpjekjeve diplomatike që synojnë përfundimin e luftës së Rusisë kundër Ukrainës. Sipas Zelenskit, biseda pozitive u zhvillua gjatë një ndalese në aeroportin e Kishinjevit në Moldavi më njëherë pas takimeve që ai zhvilloi me partnerët europian të Ukrainës. Presidenti i Ukrainës falenderoi Witkoffin dhe Kushnerin dhe ëndrin e presidentit amerikan Donald Trump për gatishmërinë e tyre që të punojnë intensivisht gjatë javëve në vijim për t'i dhënë një shtysë të re diplomacisë së paqes. Merët presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky konfirmoi se biznesmeni rus Roman Abramovich kishte shërbyer si ndërmjetës për shkëmbimin e mesazheve mes Kievit dhe Moskës. Sipas Zelenskit, Abramovich kishte sjellë një mesazh nga presidenti rus Vladimir Putin për të kuptuar qëndrimin e Ukrainës dhe ishte ofruar të përcillte përgjigjen e Kievit. Kina dhe Korea e Veriut forcojnë bashkëpunimin. Lideri i Koreas së Veriut, Kim Jong-un, dhe presidenti kines Xi Jinping ranë dakord të thellojnë bashkëpunimin në fusha politike, ekonomike dhe kulturore gjatë samitit të zhvilluar në Penjan. Presidenti Xi, në vizitën e tij të parë në Korenë e Veriut pas 7 vitesh, shpreu gatishmërinë për të çuar përpara marrëdhëniet mes dy vendeve, ndërsa të dy liderët u zotuan të forcojnë komunikimin strategjik përmes shkëmbimeve më të shpeshta të delegacioneve dhe zyrtarëve të lartë. Presidenti Kim Jong rikonfirmoi mbështetjen e plotë të Penjanit për parimin 1 Kinë, duke deklaruar se Korea e Veriut do të qëndrojë në krah të Pekinit pavarësisht ndryshimeve në situatën ndërkombëtare. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë, njerësh zëvendës presidente e Komisionit Evropian Kaja Kallas, paralajmëron 21 sanksione të reja ndaj Rusisë me synim për të goditur më tej ekonominë që po financon luftën në Ukrainë. Përmes rrjeteve sociale, Kallas tha se Bashkimi Evropian po vazhdoi të forcojë presionin ndaj Moskës. Sipas saj, paketa e re përfshin ngrirjen e përkohshme të kufirit maksimal të çmimit të naftës ruse, si dhe vendosjen në listën e sanksioneve të institucioneve që Rusia i përdor për të siguruar të ardhura dhe për ta anashkaluar masat kufizuese të Bashkimit Evropian. This includes a temporary freeze to its Russian oil price cap and measures against institutions used by Moscow to circumvent EU sanctions, including banks, oil traders, refineries and crypto operators in third countries. Sanksionet do të synojnë bankat, prodhuesit e armëve, tregtarët e naftës, rafinerit dhe operatorët e kriptovalutave në vendet e treta që ndihmojnë Rusinë në financimin e luftës kundër Ukrainës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, deklaroi se konflikti me Iranin ka marrë fund dhe se mes dy palëve është arritur një marrëveshje historike. Sipas Trump, Teherani zyrtarisht angazhohet të mos zotrojë kurrë me armë bërthamore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se marrëveshja përfaqëson një moment historik në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe jep fund një periudhe tensionesh që për muaj të tërë kanë ngritur shqetësime për një konflikt më të gjerë në lindjen e mesme. Ata janë dakord që të mos ketë më kurrë armë bërthamore, gjë për të cilën ne kemi këmbgulur. Sot mbyllim çështjet me Iranin. Njerëzit do të fillojnë të kthehen në shtëpi shumë shpejt, deklaroi Donald Trump para mbështetësve të tij. Ai theksoi se dokumentet e marrëveshjes janë pothuajse të finalizuara dhe se procesi po hyn në fazën përfundimtare. Forcat ukrainase godasin me raketa brenda Rusisë. Sipas mediave të huaja, presidenti Zelensky tha se raketat PP-5 Flamingo goditën uzinën e dronëve 900 km nga vija e frontit. Ukraina tha gjithashtu se kishte goditur portin e Mariupolit të pushtuar nga Moska në detin Azov, një rafineri ruse nafte në Samara dhe një anije cisterne nafte të flotës në hije në detin e Zi. Në muajt e fundit, ushtria ruse ka intensifikuar sulme me dron në objekte kyçe në të gjithë Rusinë. Zyra e kryeministrit italiane Giorgia Meloni u përballte enter me ndërprerje të aktivitetit pasi qindra punonjës hyn në grev kundër rregullave të reja që kufizojnë punën nga shtëpia. Në qendër të debatit është një urdhër i ri që vendos një tavan prej 52 ditësh në vit për punën në distancë, rreth gjysma e saj që lejohet deri më sot.
Vendimi shkaktoi reagime të forta nga stafi i kryeministrisë dhe sindikatat, të cilat e konsiderojnë masën. Një hap pas, Italia nisi të eksperimentojë me punën fleksibël në administratë dhe sektorin privat që në vitin 2017, kur qeveria e Qendrës së Majt legalizoi këto forma pune për të ndihmuar prindrit dhe personat me detyrime familjare. Sot shumë ministri dhe institucione shtetërore italiane vazhdojnë të lejojnë punonjësve 8 deri në 12 ditë pune në muaj nga shtëpia. Një gjykatë federale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës rrëzon vendimin e administratës Trump për të vendosur tarifën për $100,000 për aplikimet për vizat H1B. Gjykata federale në shtetin e Massachusettsit vendosi se administrata kishte ndërhyrë në një fushë që sipas ligjit amerikan i përket kompetencave të Kongresit. Për këtë arsye tarifa u shpallë pavlefshme. Vendimi nuk ka hyrë ende në fuqi përfundimisht dhe administrata Trump pritet të ankimojë atë në instanca më të larta gjyqësore. Viza H1B mundson kompanive në SBA, të cilin punonjës të specializuar si programues, inxhinier dhe ekspert të teknologjisë për të punuar në vend për disa vite. Sport. Fillon kampionati botror i futbollit, Kupa e Botës 2026. Finalja e madhe do të luhet më 19 korrik, ndërsa ndeshja e hapësisë zhvillohet në stadiumin legjendar Azteca të Mexico City, ku Meksika përballet me Afrikën e Jugut me fillimin nga ora 21:00 me orën tonë lokale. Për herë të parë botrori organizohet nga 3 vende njëkohësisht dhe përfshin një format të zgjeruar me 45 ekipe, duke ofruar më shumë ndeshje, më shumë tifoz dhe më shumë mundësi për surpriza. Ceremonia e hapjes në Meksik pritet të sjellë një spektakël të madh muzikor, ndërsa vendet pritse do të organizojnë aktivitete festive për të shënuar fillimin e turneut. Shumë analistë konsiderojnë Spanjën se një ndër favoritët kryesor për trofeun. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.